Partia Demokratike ka vendosur të rikthejë Arben Ristanin për administrimin e proceseve zgjedhore në Shqipëri. Ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga viti 2009 deri në vitin 2012 është mes 6 kandidatëve për 5 vendet vakante të Komisionit Rregullator në KQZ, ku afati i shfaqjes së interesit mbyllet të mërkurën. Deri më tani konfirmohen 6 aplikime, ku bie në sy se kandidatët me mbështetjen e Partisë Demokratike janë Helga Vuka, aktualisht anëtare e Komisionit Rregullator, dhe Arben Ristani, që mbajti mandatin e deputetit të partisë të drejtuar nga Sali Berisha pas largimit nga drejtimi i KQZ. Kandidatët e mbetur nga Partia Socialiste janë Iliriana Nano, që aktualisht mban postin e kryetares së Komisionit Rregullator, si dhe Dritan Çakaj, i cili gjithashtu është antar në këtë komision. Një kandidat i ri që sipas burimeve ka mbështetjen e mazhorancës është Bledar Skënderi, i cili më herët ka qenë antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në vitin 2020. Komisioni Rregullator ka 5 antar, 3 zgjidhen me mbështetjen e PS dhe 2 me mbështetjen e PD. Mandati i antarëve aktual përfundoi në fillim të muajit tetor, por Komisioni i Ligjeve ndërsa hapi garën për zëvendësimin, me dakordsi vendosi që ata të jenë në detyrë për menaxhimin e procesit të pjesëshëm zgjedhor në 5 bashki të vendit më 9 nëntor.